Jam në institucionit prefektues, edhe të grupit që kena ardhë bashkë, unë ure nga zemra, të i fut mrena dhe deputetin që ndodhet me i delegacion në Turqi, gjithë vërojmë banorët e qarkut Shkodrës besimit musliman, edhe pse ja dhe gjithë atat besimeve tjera, për festin e Kurban Bayramit. Arëm që i vitin e arshëm të kemë sa ma shumë shëndet e sa shumë begati në familjet e tyne. Në këtë ditë Bajramit unë duhet falenderoj gjithë qytetarët e Shkodrës, gjithë banorët kudo që janë, gëzuar për shumë vjetë, është një festë e rëndësishme për muslimanët. Përmes faljes, besimit, ne i drejtohen e Zotit edhe duke besuar dhe duke shpresuar që Zoti do të na sjellë marrësinë me vepru mirë dhe me punu mirë. I uroj paqe, edhe shëndet, edhe sa më pak halle. Vazhdojmë të jena në një situatë goxha të vështirë edhe sigurisht gjandem pranë sidomos familjeve të varfëra që kanë probleme që lidhen edhe me jetën e tyre të përditshme. Sjell mirësi, begati, paqe, lumturi, bashkëpunim në çdo familje shkodrane e nga mot e më mirë begatia në familjet shkodrane. Një urim shumë shkurt edhe thjesht, gëzuar gjithëve, besimtarëve musliman, por edhe gjithë besimtarëve tjerë, si gjithmonë, e kanë festu bashkë, gëzuar marrësi. Kjo është një festë ku gjithë secili prej nesh duhet të ndaj me shtresat në nevojë, qoftë të mirat materiale, qoftë ato shpirtërore. Gjithashtu, uroj që kjo festë të vazhdoj përtej një ditë, dy, ose sa festohet e çdo ditë, ku gjithë secili të flas me gjuhën e bashkëpunimit, ku gjithë secili të flas me dashuri me një tjetrin. Uroj gëzuar dhe për shumë mot festën e Kurban Bayramit. Urime për këtë festë të sakrificës, të dashurisë dhe të solidaritetit. Urime në të gjithë familjet e Shkodrës. Gëzuar festën e Kurban Bayramit. Natyrisht u bë një vit e pak që kena qenë edhe kena bën edhe një urim të njëjtë. Dhe shohim që pas i viti gjërat janë përmirësuar, por jo ashtu siç duhen. Shkodra ka të gjitha mundësitë dhe nëpërmjet kësaj dite, nëpërmjet mesazhit kësaj dite, duhet të bëj thirrje të gjithëve që jemi në një situatë e cila shkodranët presin shumë prej nesh, dhe natyrisht nëpërmjet punës dhe përpjekjes gjithë secili kjo do të arrihet.